Edi Rama ka zgjedhur francezët e Thales si partner strategjik industrial për mbikëqyrjen ajrore të Shqipërisë, duket se raportet mes tij dhe presidentit francez Emmanuel Macron kanë vendosur që qeveria shqiptare të nënshkruajnë marrëveshjen me Thales për sistemin GM400 Alpha. Nuk dihet se pse është zgjedhur kjo kompani, kur të paktën 7 vite më parë ishin zgjedhur amerikanët e Lockheed Martin që instaluan sistemin e radarëve në Shqipëri. Në këtë kohë Shqipëria pagoi $22 milion përfshirë 19 milion euro për sistemin e radar me rreze të gjatë veprimi. Tek ofruesi i pajisjeve të mbrojtjes me seli në SBA Lockheed Martin, sistemi vendosur në malin verior të Midës u bë funksional në nëntor 2020. Si Lockheed Martin ashtu edhe Thales konsiderohen ndër kompanitë më të vlerësuara në aspektin e sigurisë, veçanërisht sa i takon radarëve që përdoren për mbikëqyrjen ajrore. Ende nuk dihen zyrtarisht se sa do të paguajë Shqipëria për sistemin e radarëve që do të merren brenda 14 muajsh, tha Thales, por kostoja e një sistemi të tillë, referuar të dhënave publike, është rreth $30 milion. Marrëveshja mes Shqipërisë dhe Thales është diskutuar gjatë vizitave të presidentit Macron në Tiranë dhe marrëveshjeve që u konkretizua në Francë, në prani të ministrit francez të forcave të armatosura, Sebastien Lecornu, dhe ministrit të mbrojtjes të Shqipërisë, Piero Vengu. Në këtë mënyrë duket se Rama ka zgjedhur që Melonit t'i ofrojë kampet e refugjatëve, dhëndit të Trump t'i ofrojë Sazanin, duke e shpallur edhe investitor strategjik, dhe Macronit të mos ja bëj fjalën dysh duke zgjedhur kompaninë franceze për sistemin e radarëve. Thales u zgjodh si partner strategjik industrial për të mbështetur një kërkesë me afat të shkurtër për të furnizuar një radar mbikëqyrje ajrore në Groundmaster 400 Alpha, të provuar në luftime. Në panajirin ajror të Parisit, Thales njoftoi se ka nënshkruar një kontratë për të furnizuar Shqipërinë me një radar Groundmaster 400 Alpha brenda 14 muajve, si pjesë e një programi për modernizimin e aftësive të mbikëqyrjes ajrore të vendit. I njohur për besueshmërinë e tij të jashtëzakonshme, performancën e pakrahasueshme dhe lëvizshmërinë e lartë, GM400 Alpha luan një rol kritik në mbikëqyrjen ajrore në mbar botën. Është një ndryshim rrënjësor për mbikëqyrjen ajrore në një nga rekordet më të larta të performancës në treg. Me arkitekturën e tij të plot digjitale, ai gjurmon kërcënimet ajrore në një rreze deri në 515 kilometra, me zbulim superior të objektivave në lartësi të ulët, duke përfshirë edhe UAV-t që lëvizin ngadalë, thuhet në njoftimin nga Thales. Jemi krenar që e mbështesim Shqipërinë me dorëzimin e shpejtë të Groundmaster 400 Alpha, e cila është e provuar në luftime, tha Eric Huber, zëvendës presidenti i radarëve sipërfaqësor në Thales. Me kapacitetin ton të rritur të prodhimit për mbështetjen dhe ekosistemi ynë partner, ne jemi në gjendje të kemi kohë të shpejtë për punimin në lidhje me kërkesat urgjente operacionale. GM400 Alpha ofron një aftësi të besueshme me performancë të lartë dhe lëvizshmëri të lartë për të përmbushur nevojat e mbikëqyrjes ajrore dhe sovranitetit të Shqipërisë, tha ai. Në periudhën 2017-2018, Rama dhe ministrat e tij u angazhuan për të lidhur marrëveshjen me amerikanët e Lockheed Martin. Jemi të interesuar për praninë e investimeve të mëtejshme të industrisë ushtarake amerikane në Shqipëri, sistemi integruar për vëzhgimin e hapësirës ajrore me rëndësi, jo vetëm për sigurinë kombëtare të Shqipërisë, por edhe për të gjithë aleancën e NATO-s, deklaronte Olta Xhaçka, me cilësinë e ministres së mbrojtjes gjatë takimit në Lockheed Martin në vitin 2017.